الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد تجثى لفديت falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falënderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi profetin e njerëzimit, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët të tij, familjes së tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, fillimisht i falenderojmë Zotit të Madh Gjelle Gjelalu për të gjitha të mirat, për të gjitha begatit me të cilat na ka begatuar. Çdo mirësi është e Allahu Gjelle Gjelalu. Wa in tuhsu, nuk ka ndonjë begati që e keni, thot Allahu te bareke ve teala, nëse tentoni dhe provoni që ta numroni, s'keni mundësi për ta përthekuar. Gjithashtu falenderojmë edhe këshillin e xhamisë në krye me khatibin e kësaj xhamie për ftesën që na e kanë bë, që t'i ndajmë disa minuta së bashku për të lexuar nga libri i Zotit, për të mësuar nga fjalët e profetit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, në mënyrë që të mësojmë diçka e cila e rrit imanin ton, e cila e shton devotshmërinë ton. Nga se kjo është edhe qëllimi i Ramazanit dhe objektiva e Ramazanit, që besimtari të del nga ky muaj i pastër prej mëkateve, duke fituar kënaqësinë dhe rizallakun e Allahu Gjelle Gjelalu dhe duke liruar qafën e vet prej zjarrit të xhenemit. Të nderuar xhamatli, ne gati gradualisht 2/3 në Ramazanit po e përcjellim. E lutim Zotin e Madh, Allahu ta ketë bë kabull pi neve agjërimin, t'i bën kabull pi neve namazet tona, sadakatet tona, dhe të na mundson që kjo pjesë e cila na ka mbetur, e që është pjesa më e mirë e Ramazanit, ku shpresohet në ta me kanë edhe nata e Kadrit, Allahun e lutim që Allahu të na jap vullnet, na jap shëndet, që t'i mbushim këto net dhe këto ditë me vepra të mira, larg gjunaheve, larg mëkateve të cilat e hidhrojnë Zotin e Madh te bareke ve teala. Të nderuar xhamatli, besimtari në Ramazan ka një varg frytesh të cilat duhet t'i vjell, dhe duhet një varg kontrollesh që duhet t'i bën vetvetes. Nga se për këtë vjen Ramazani, një herë një vit për t'i kontrolluar gjendjet e besimtarit, për t'i kontrolluar dhe për t'i testuar takvallëkët e besimtarit. A jemi ne njerëz të gatuar për xhenet? Të nderuar xhamatli, gjëja e parë me të cilën Allahu xhaneve na teston në Ramazan cila, a jemi të gatshëm t'i bëhemi rob Zotit të Madh? A jemi të gatshëm që të gatuhemi për xhenetin e Zotit te bareke ve teala? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam u kishte treguar sahabeve se njerëzit që gatuhen, që janë të destinuar, janë të përgatitur për të hyrë në xhenetin e Allahu xhelal, janë njerëz special. Ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk ka mundësi me hyrë në xhenet pos shpirti musliman. Allah na bëf fitën ya rabbel alamin. Pastaj ka thënë për xhenetin e Zotit xhelal xhelalu, xheneti i Zotit është i shtrenjtë. Ala inna sil'at Allahi ghaliya. Artikulli i Allahut është i shtrenjtë. Ala inna sil'at Allahi al-janna. Dhe ta dini se artikulli, ai malli që Allah e ka nxjerrë në panajirin e madh për ta vlerë, cili o xheneti. E tani ne në Ramazan mund ta testojmë vetveten, a kemi gatishmëri që ta blejmë xhenetin e Zotit xhelal xhelalu. Pra tregu është hap. Çka ki blej deri sot? Që 20 ditë afërsisht të Ramazanit, çka bleve? Natyrshëm se s'ki me blej diçka e cila është materiale. Natyrshëm se s'mundesh me e prek atë e cila ka mundësi mu blej në Ramazan. Por se na kemi ardhur në Ramazan dhe kemi zonë në Ramazanin për blej diçka të ndëruar xhamatli. E kur themi për të blej, a është term i jashtëzakonshëm për xhenetin? Jo. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Allahu i ka bler shpirtat e besimtarëve, bi anna lahumul janna, për këmbim, apo ti e shet shpirtin, e blen xhenetin Allahu te bareke ve teala. Pra gjëja e parë Ramazan të ndëruar xhamatli, Allahu po ta mundson me i këtë treg të madh, këtë panajir të madh për të blej diçka. A e keni pa kur hyn dikush në market? Apo edhe ka parë, edhe i ka pasurit. Nëse s'blen kur gjë, nëse shkon dikush në gurbet, për çka shkon? Për me blej diçka.
për me arriti diçka, ja një shtëpi, ja një dyqan, ja një të arme për vetën që ka e flasin njerëzit. Për këtë arsye, çdo kush i cili kontribon në dunja me takatin e vet, ai duhet me blej diçka. Nëse një njeri rrin 20 vjet, edhe 30 vjet në gurbet, edhe dështon, as në shtëpi s'u ndreq, as biznes s'u hap, as pasuri s'u mbledh, çka i thonë njerëzit ka dështuar. 30 vjet i ka harxhuar në gurbet kur gjos ka marr. 30 vjet. Pra një njeri na që ka rrin 30 vjet gurbet, edhe nuk i rrit, statuset e veta ekonomike, i dhemi dështum. Po ti për çka shkova atje? Për punue. E tani, nëse e shikojna pin ahiret dunjajën, na këtu jena në gurbet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka më lidh mu me dunjajën? Pos kalimi. Na jena këtë në gurbet, këtë kalim thjena. Andaj ka thonë alaihi salatu wassalam Abdullah ibn Omerit radhiyallahu an, kun fi dunya ka annaka gharib. Jeton dunja sikur mo qenë i huaj. Pse me qenë i huaj të ndëruar xhamatli? Sepse dunjaja komplet, ka thënë Allahu xhelle xhelalu, inma hadhihi alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahun. Këtë dunjaja veç argëtim. Shikoj njerëzit sa shpejt i kalojnë 30 vite, 40 vite, 50 vite, 60 vite, edhe ju vjen përfundimi. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, jemi në Ramazan për të ble, ama jo me ble me materialin e kësaj bote, por me ble me materialin e botës tjetër. A e blem xhenetin e Zotit xhelle xhelalu? A u gatuam për xhenet? E dikush thot, e çysh ta diun e hoxho? A jam të blej xhenetin? Tash të kallzojna. Tash e kupton në Ramazan, a jetu blej diçka për xhenet ajo? Agjërimin që e ban, me çfarë cilësie e ban? Nëse jetë e ofru artikullin për të blej xhenetin Allahu xhelle xhelalu, namazin që e ban, a jetë e bosh i duhet? E mos flasin për mos mu fal pas ko namaz. Na po flasin për njerëz që janë destinu, që janë bo kandidat për me hinë xhenetin Allahu te bareke ve teala. A jetë e bo mirë namazin? Apo zekatin kur e jep, a e mbledh mirë? A e numëron mirë? A e shef hakin e fukarajës ati mirë? Haxhin kur e ban, a e diskuton shumë a nuk e diskuton? A e din se atje fitohet xheneti Allahu xhela jo? Haramët a i le? Krejt to janë artikulli jot. Ti që ta ja jep Zoti, se s'ki që të shkati. Ti pare së një jep Allahu xhela xhelalu. Ti pare së një jep Allahu te bareke ve teala. Ti edhe kur jep sadaka, ti e jep, ti veç e shpërndan parën e Allahut, pin xhep tanë e jep xhep fukarajës. Ti realisht së ne blen me ato parë xhenetin, po e blen me imanin tanë sadaka, e blen atë xhenet. Po këtë arsye të ndëruar xhamatli, mësimi i parë që duhet mos na ik në Ramazan është se jemi në tregun e ahiretit. Jemi në pazar të ahiretit. Zban me him pazar të ahiretit, mos me blej kur gjo. Aruna zot me hin xhenem. Aruna zot, nga se qëllimi është që ne t'i lirojmë qafat tona, sikur që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah a'tiq riqabana min an-nar. O Allah, liroj qafat tona pi zjarrit të xhenemit. Liroj qafat tona prej atij azapi që ke përgatit për pabesimtarët. Për këtë arsye jemi në treg dhe sicili prej neve përgatit pasurinë e vet, komplet çka e ka për ta blej xhenetin e Zotit xhelle xhelalu. E pejgamberi sa për të kallzu se tregu i shtrejt çka ka thënë? Ka thonë ta dini se artikulli i Allahut është i shtrejt. A e keni pa të ndëruar xhamatli? Nëse njëri për shembull shkon me bleni shtëpi, apo shkon me bleni dyqan, apo shkon me bleni pasuri, një vetur. Mirë, po pasuria e tij, ai nuk e di se nuk ka atë çka po do me blej. Nëse njëri për shembull niset me bleni shtëpi 200-300.000 euro, a ki i ngrati si ka 200-300 euro. Edhe se e gjen rrugës, edhe i thon ku je të shku, janë të shku me blej çat shtëpir. Çka i thot njëri çka e din pasurinë, çka i thot, ti s'ki parë ças për me blej ata. Ti s'e mrin ata. E mirë, ai ke thonë ndonjëherë vetes tane, ti s'ki që ka shtak vëllëk me xhenet. Ti si tu fal që ish duhet për me hinë xhenet. Ti si tu agjërus bashkë si duhet, si tu edukue me karakterët e islamit si duhet për me blej xhenetin Allahu xhelle xhelalu. Të nderuar xhamatli, a mundet dikush me 300 euro me blej një shtëpi 300.000 euro në dunjë? S'mundet. A mundesh ti me e blej një vetur 50.000 euro me 50 euro? S'ne blen. Si mendojnë ana me vepra të cilat janë shumë të vogla, pa cilësi, devotshmërie, me e blej xhenetin Allahu xhelalu ala, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ta dini se artikulli i Allahut është shumë i shtrejtë. Një shtëpi këtë dunja, njeri sa zor jep me ndreq. Po shtëpia e Allahut, e cila në ta s'ka as azap, as përfundim, as vdekje, as siklet,
as mërzi, as pikëllim, veç knatësi, veç argëtim, veç bavitje, përgjithmonë. A kushton pak? Sa të ka shku ti me ndresh një shtëpi këtë dunja? Je lodh. Edhe ata ti kur ti bash vitet për me egzue, ma shumë egzojnë pak e vlatë se ti. A menon se xheneti blehet kollaj? Jo wallahi. Thot Allahu në Kur'an: "Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum." Jo amenuta, mos e keni bëu hesab me i lënë xheneta. Shumë prej problematikave vijnë se njerëzit menojnë se me pak blehet xheneti Allahu xheneta. Të nderuar xhamatli, xheneti Allahut të shtrenjtë. Apo shikoni në Ramazan njerëzit thonë elhamdulillah shumë mirë hoxha. Atmosferë, shiddet, shihret, mirësi. Kjo të ndërum xhamatli. Ramazani nuk vjen neve me na i bosh shiret këtu. Jo. Në treg ke shireta. Ama nëse dalma se shiret tregu do më mbyll. Tregu do më mbyll. Panajiri ati arë funi. Na jena të e përcjell ditë të tretat. Na kanë me dhe në funi edhe 10. Tregu do më mbyll. Nëse në Bajram nuk del xhenetli me gjunahet falta, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, një ditë për ditëve ka i në khutbe dhe ka thonë amin. Se ka ditë sahabët që ka thonë ja Rasulullah, hipen khutbe, thave amin. Çka i be kjo amin? Për çka bën amin? Tha er Jibraili, meleku më i madh i Allahu xhelalu ala. Dhe i ka thonë pejgamberit alayhis salatu wassalam: "O Muhammed, ai i cili e mrin Ramazanin, a e kena mrina? Ai i cili e mrin Ramazanin dhe nuk ja fal Allah i gjunahët, pro kise ban vetën, nuk e gatun vetën me ja fal Allah i gjunahët, zvarë në xhenem shkoft." Apo sikur kur i thu dikujna që sa vjet ke shku në shkollë, që 8 vjet, 4 vjet, pastaj 4 vjet, 3 vjet, varësisht. Edhe në fund këtë ka dështu, që i thu, po ja zëk bet koft. Po sa investimi e bobo të ti, sa parë me njerëz i kanë dhënë të ti, sa nana e sa baba të ka quhet ti, çfarë pas ke boti? Apo, pra këto investime Allahu të ka krijuar, Allahu ta ka mundsuar Ramazanin, Allahu të ka dhënë shëndet, Allahu të ka dhënë mend, Allahu të ka quajtur xhallar, të ka quajtur dietar, hafizullah, Kur'an, hadith. Po pse mora se fitove xhenetin? Po në treg keve, pse mora nuk e blejte? Kur i pate mundësit, parët i pate, mundësit i pave, pse nuk e blejte? E nëse nuk e blejnë, qka i bije? Po nuk e blejve xhenetin, pa dëshirën tanë blejhet xhenemi. Kur kush xhenemin se blejnë? Ajo i vjen se ka blejt xhenetin Allahu xhelel xhelalu. Po këtë arsye të ndëruar xhamatli, shfrytëzon Ramazanin në maksimumin e vet. Lironi qafat e juve pi xhenemit, lironi qafat e juve pi ndëshkimit të Zotit. Edhe fiton e rahmetin Allahut në këtë muaj. Kjo është kryesore këtë Ramazan. Që dalim çfarë? Që dalim ne fitimtar të Allahut te bareke ve teala. E dyta të ndëruar xhamatli. Çka ka në Ramazan? Diçka që s'ka jashtë Ramazanit. Se nuk ka jashtë Ramazanit, veç Ramazan ajo. Allahu xhelan Ramazan e ka përmend vetëm surën Al-Baqara. Veç surën Al-Baqara. Asni surë se ka përmend agjërimin jashtë surës Al-Baqara, surja 2 me radhë mushaf. Ma e gjata në Kur'an, me 49 faqe Kur'an. Në rregull, veç që aty a përmend Ramazani. Allah e përmend Ramazani: ja ju alladhina amanu kutiba alaykumus siyam ayyaman ma'dudat shahru ramadan wa idha sa'alaka ibadi uhilla lakum laylatus siyam. Këto 5 ajete zven agjërimi më Kur'an kurkun. Vini re, 5 ajete në Kur'an e kanë bo keq këtë Ramazanin. Tani, kur e përfundon Allahu të ajeti 5, e përfundon vargun e agjërimit, çka thot? Kedhalike yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allahu kështu sqaron njerëzve argumentet e veta, për në mënyrë që ata të arrijnë devotshmërinë. Vini re të ndëruar xhamatli. Allahu dhëtë kedhalike yubayyinu Allahu ayatihi linnas. Allahu asqaron njerëzve argumentet. Pse njerëzve? Ramazani për muslimanët apo për njerëzit? Është për musliman. Mirë, pa Allahu thot, Ramazani ka një sekret. Nëse një njeri, kanë thënë dietarët, hin Ramazan, ditën e parë ti jo musliman bëhet musliman. Ditën e parë. Pra e zë Islami, jo si musliman më herët. Në Islam hin ditën e parë të Ramazanit. Ramazani garanton me këtë rahmete që ka i shlon Allahun këtë muaj, që fundi si me e zon, linnas, një njeri hin Ramazan musliman, Bajrami e nxjerr xhenetli.
Çka i bie kjo? Se në Ramazan, të nderuar xhamatli, arrin besimtari për shpërblimeve çka nuk i arrin jashtë Ramazanit. Pra me fjalë të tjera, ja e blen që këtë pazare kërkush s'e blen. Se nuk ta shet më me çka çmim. Nuk ta shet më me çka çmim. Të nderuar xhamatli, a e keni pa tregtar? Nëse çket ujë e shet. Nëse e ka me një vend me e shit 20 dinar. Apo edhe del një panajiri thonë që tu nëse e shet që këtë vend, bere mallin që këtë vend, që tash ka e ki që tu 20, për shkak se këtu ka njerëzit turizëm, tash esna 200 euro për gotë, për shishe. Çka thot njeri? Ka pe market mallin pse? Thot sa e shet që tu 20, që tu beqit ma 200 euro. Njëtin mall. Apo Allahu çfarë thot në Kur'an? Kedhalike yubayinu Allahu ayatihi lin-nas. O njerëz, këtë njerëz ju kemi kallëzuar se në Ramazan shitet malli shumë më i shtret. Allahu ta pranon shumë më shumë. A nuk kanë ta nota e Kadrit? Nota e Kadrit khairu min 1000 shahr. Më e mirë se sa, këshire, na e përkthejnë më mirë se 1 net. Ama arabisht, bukfalisht sibie më shumë se pafundësisht net. Sepse arabët numërojnë deri 1000, pas 1000 vjen 1001, nuk kanë më numra. Edhe kur dojnë me shtu numrin e shumëzojnë, edhe e shtojnë. Andaj 1000 është fundi i numrave të arabët. Pastaj shtohet me numra të tjerë. Nata e Kadrit më e mirë se këtë natë të tjera dhe pafundësisht net. Nëse në Ramazan nuk lehtësohen veprat, nuk të bëhen këndshme veprat, nuk bëhet i këndshëm namazi, s'bëhet të këndshme taravia, kur ka më bë? 100% mas Bajramit nuk bëhet. Për këtë arsye Ramazani ka një sekret. Cili është sekreti? Në ta lehtohet vepra, bane e sa, e ki një gotit e shit, një artikullit e shit, 20 denare ka çmimin zakonisht. Me thirr dikush bema që ka të shishe, i ki ka 200 euro, me çfarë vrulli shkojnë njerëzit në ndërum xhamatli? Me vrull të madh. Pse? Thot ka hip çmimi. E në Ramazan hip çmimi të ndëruar xhamatli. A e dini pse na falën taravi? Pse falën taravi? Pse s'falmi jashtë Ramazanit taravi? Se rritet çmimi, hajde të falmi nafile, se paguhet shumë kjo. Në Ramazan paguhet shumë. Pse në Ramazan e shtojnë edhe agjërimin? Pse lexojnë edhe Kur'anin? Pse i falën edhe namazet e rregullta dhe bëjnë vepra të tjera dhe japim sadaka dhe mundohemi me gjëra të mira? Për çfarë arsye? Se rritet çmimi. Ti mundohesh në treg me bëu sa më të nal. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, ne në Ramazan i rrisim çmimet e vlerave e veprave tona. Andaj Allahu kur ka dash me e ngrit Ramazan, çfarë ka thënë? E jam ma'dudat, ditë të numëruara. A janë të numrume? Numrume. Çka numrohet? E vlefshmja. A keni pa të ndëruar xhamatli? A dallon kanari i altanëve edhe kanari i zarzavateve? Ata shka punojnë me altan, me dukat, me flori. Ai shka punon me flori, me ari. A e ka njëtin kanar shka e ka i në pazar? Jo. Ai i cili punon me ari, kandarin e ka shumë të hollë. Sepse 1 gram aty ja shton peshën. Ai i cili shet për shembull zarzavate, ai e ka peshën çfarë? E ka peshën te sasia e madhe. A altani ku e ka peshën? Te vet vlera, sa më e vogël ajo kushton. Allah thot, ditët e Ramazanit, megjithëse janë të numëruara, janë shumë më shumë në vlerë sa këtë një muaj tjetër. Andaj thot Ibn Jauzi rahimahullahu teala, muajt e Zotit i ngjasojnë bijve të Jakubit alayhis salam. Jakubi a.s. i ka pas 12 djemë. Ama Allahu gjelon asë njani që ka përmen emrin, veç Jusufit. Apo, në Kur'an është përmen veç Jusufi. Se pikit muajve, cilin muaj e një këtë bota, këtë një idina me emra, ama një muaj që këtë bota e di. Tash na i kena 8 miliard njerëz në dunja, 2 miliard musliman. Ama edhe ata musliman, edhe jo musliman, thojnë tash Ramazan. Apo, a e dini sa ka prej ditëve që i festojnë të tjerët, kur kush nuk i di ato, as i mirë me ato. Apo, ama Ramazanin e di këtë dunjaja, sepse Allah e ka vequar Ramazanin. Shehru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu, muaji Ramazanin dhe cilin ka zbrit Kur'ani, është i përmend në Kur'an, andaj e din këtë dunjaja. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, Ramazani i jep vlerë veprave të pakta tonat, andaj t'i shtojmë vlerat, t'i shtojmë veprat që t'i shtojna, veprat e mëdhoja tona te Allahu te bareke ve teala. Tjetra të nderuar xhamatli, çfarë kemi në Ramazan? Allahu kur e ka bëu obligim Ramazanin, se ka bënë mënyrë individuale. Për ka thonë, ja ju e ledhine amenu, e para shumë që thirë. Ja ju e ledhine amenu, shumë, ojtë se të keni besuar. Pas e ka thonë, kutiba alejkum,
S'ka thënë kutibe alejke, po ka thënë kutibe alejkum. Juve është bë obligim agjërimi, që të kuptojmë diçka tjetër të ndëruar xhamatli. Shpesh herë ne i kuptojmë disa prej detyrave në mënyrë individuale. Mirë po, fshehësia dhe sekreti i mirësive të Zotit xhelel xhelal është fshihet në grumull. Për shembull, kur agjërojnë ana jashtë Ramazanit vetë ka dikush agjëron të hanën, tejtën, ditë të bardha e kështu me radhë. A bëhet Ramazan? Jo, nuk bëhet. Kur e falmi namazin apo shtëpitë tona, a ka nisoj shpeshën sikur kur e fal në xhami? Jo. Apo, kjo është shtëpi, murat, po. Edhe shtëpia e murat e shtëpisë tone. Pse nuk janë të njëjta? Pse nuk janë të njëjta? Sepse Allah thot kutiba aleikum. Bashkë me ninuar. Bashkini me ninuar. Bashkini mu fal. Që kjo bashk i jep vlerë. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, namazi atij i cili falet të shtëpia me namazin atij i cili falet me xhamat, sa dallon 27 herë. 27 herë. A e dini, e keni dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhis salam? E kanë pyet pejgamberi alayhis salam për vlerën e namazin Kabe. Allah na mëson hax dhe umra ya rabbul alamin. Kabe të ndërum xhamatli, një namaz sa e ka peshën? A e ka si kjo xhami? Jo, dhe kjo është shtëpia e Allahut. Edhe këtë të xhamitë tona janë shtëpitë Allahut. Ama a e kanë vlerën si Kabja? Jo. Sa një namaz në Kabe? 100.000. Sa vjet dush mu fal ti për një namaz në Kabe, ajo e mrin vet. Pse e mrin? Njëna prej komenteve është se vet Kabja ka vlerën. Allahu xhela ka thujt Beitul Atiq, shtëpia e vjetër. Tjetra, sepse këtë dunjaja janë kthi ka Kabja, andaj asaj rritet të vlera kush falet aty. Këtë dunja, na tash këtu ka kthehemi, ka Kabja apo? Këtë ku jemi në dunja lindje, përëndim, veri, juk, këtë kthehemi ka Kabja. Pra, për shkak se këtë 2 miliard musliman kthehen ka Kabja, andaj Kabja i jep vlerë namazit për 100.000 herë. E tani kthehemi dalmi të Ramazanit. Pse Ramazani ka shumë vlerë? Pse një vepër ka shitet? Pse një vepër ka lezet, ka kënaqësi shumë më të madhe se sa kur e ban jashtë Ramazanit? Sepse grumulli i jep vlerë veprave. Andaj të mësohemi t'i bëjmë veprat bashkarisht. Kur ta shifsh një mëkatar, thuj Allah, se dhe ti mos ban gjuna. Kur ta shifsh dikant që nuk e kryen farzin, Allah, banë ti krye farzin. Apo duhet mobilizim shoqëror, social, jo veç me shkuse, veç nuk hi në xhenet. Andaj Allahu në surën e Zumar, kur i ka përmend radhitjet e njerëzve për xhenet dhe xhenem, çuçi ka përmend? Është në surën Kur'an e mban emrin surja Zumar. Zumar, çka i bie grumull i madh i njerëzve. Turm, tuf. Apo Allahu ja kur i përmend banorët e xhenemit edhe banorët e xhenetit, Allahu na bëu pi xhenetlive. Çuçi i përmend? Thot vin grumull. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: o ju besimtar, shtohuni, martoni ato gra që i doni dhe ato që lindin. Pse? Fe inni mukathirun bikumul umama. Sepse unë ditën e kiametit gëzohem dhe krenohem me numrin e madh juve para popujve të tjerë. Para popujve të tjerë. Grumull i madh i njerëzve. Për këtë arsye, shidetin, rahmetin e fitojmë në grumull. Andaj ka thënë kutiba aleikum, juve bashk ju është bë obligim agjërimi. Andaj efekti agjërimit është kur bëhet bashk. O bëhet bashk. Apo tani, na kur kush se dinë çto ka agjëruar ajo. Ama ku e merë lezetin? Allah e di. Krasia. A e din na kush ka agjërua? Na iftarin e hangrën bashk. Ama kush ka agjëru nuk e dina. Fe innehu li wa ana ajibih. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, ka thënë Allahu xhelel xhelal, agjërimi o jemi. Çka i bie jemi? S'ka mundësi kur kush me detektuar. Tash na kena me fal taravien me vet dikush për jashtë. A erdh me filani po valla erdh? A erdh hoxha erdh? Erdh afuzi po erdh. Në rregull. A kisha gjëru be hoxha? Se diti. A di ka më gjëru ajo? Asë unë për ti se di, asë ti për mu se di. E pse? Sepse Allah dhëtë kjo e jemja. Ama ju bane bashkë këtë punë. Për këtë asyje të ndëruar që më të li, Zoti i madh dëshiron që veprat bëhen bashkarisht, që neve më na udhimtë edhe ma i vogli edhe ma i madhi mos ta shoh në xhenem. Për këtë asyje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i edukon të sahabët që veprimtarit t'i bëjnë bashkë, që adhurimet t'i bëjnë bashkë, që krejta ato ceremoni që Allahu i ka zbrit në tokë të bëhen bashkë. Andaj ka thonë pejgamberi alayhis salam kur ka dal imam, o ju musliman, ka thonë drejtoni safët. Tarasau,
ngjit në njëri me tjetrin, bane vijen mirë, apo sepse me laçet falën bashk, falën saf bashk. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, le ta mësojmë nga Ramazani organizimin e veprave të mira bashk. A ish bëj iftari pa u bë këtë bashk? Njëri bën një punë, tjetri një punë, tjetri kryen një detyrë këtu, disa punë nuk i kryen dikush as nuk i shohna, por çfarë arsye? Për të na treguar Allahu xhelalu ala se Allahu e shlon rahmetin kur jepet bashk. Dhe e fundit nderuar xhamatli. Allahu xhelalu kur e ka përmend rahmetin në Kur'an. Kur e ka përmend rahmetin në Kur'an, e ka përmend fese ektubuha lilledhine yu'tune zekate. Rahmetin tem ka me ja u shkrujt atyre të cilët e japin zekatin. Kanë diskutuar djetarë këtu zekati qka për qëllim. Disa prej tyre kanë thanë është fjala la ilaha illallah. E disa prej tyre kanë thënë sikur që ka përmend Imam Ibn Gjeriri at-Tabari dhe Imam Ibn Kathiri në tefsirat e tyre se zekati në këtë ajet është për qëllim çashtu që kuptohet zekati. Për çfarë arsye? Nga se kanë thënë të gjitha adhurimet kanë një objektiv. Të gjitha adhurimet kanë një qëllim dhe qëllimi është pastrimi. Fjala zekat është pastrim. E merr pasurinë, e ndan një pjesë, ja jep fukarajët, tjetrën e marr ty. Pra e pastron pasurinë. Qëllimi këtë adhurimi është pastrimi të ndëruar xhamatli. E pse na s'kena hangër bukë tan ditën? Ja, mu pastruhe. Pse s'kena hangër, pse s'kena pi ujë tan ditën? Mu pastruhe. Pse s'ke bë bardhanje me gryën tane? Mu pastruhe. Të gjitha adhurimet e kanë për qëllim pastrimi. Pse ke arsot saf mu fal? Mu pastruhe. Baje men, kur të vjen munim pi namazit, kur të vjen munim pi agjërimit, kur të vjen munim pi zakatit, veç nisan mos haro, jetu pastruhe. E në pastrim, a e keni pa për çemë të ndëruar xhamatli? A e keni pa kur bie shiu? Shiu apo pastron? Ama kanë njerë nxjerr të borlloge. Sa i hea ti mrena edhe, apo njerë nxjerr të borllog, ama pasanera e pastron. Për këtë arsye, për të pastruar njerë duhesh me nxjerr të borlloge. E pastaj e shfryzon të pastër. Andaj shpirtat e ton kanë nevojë për pastrim. Na po agjërojmë u pastruhe. Sikur mos pastroheshim ne veç jena lodh kot. Allahu na ruaj nga veprimtaria pa rezultat. Allahu na ruaj nga punët të cilët nuk shpërblehen me pastrim të shpirtit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, Rabbana wab'ath fihim rasula. O Allah, çoja u njerëzve një pejgamber, pasardhësve të mi. Çka ju duhet ai pejgamber? Yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. O Allah, ai pejgamber le t'ja u lexoje ajetet, ajetet e Kur'anit. Le t'ja u lexoje librin e Allahut, Kur'anin. Le t'ja u lexoje urtësinë, sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe wa yuzakkihim, dhe le të pastrohet. Pra ky muaj është muaj i pastrimit për karaktereve, muaj i pastrimit për rrenave, muaj i pastrimit të shpirtrave dhe afrimit të shpirtrave me Zotin e Madh te bareke ve teala. Nëse nuk pastrohemi, nuk i pastrojmë karakteret tona, ka thënë alayhis salatu wassalam, çka i duhet Zotit ti mos me hangër bukë dhe mos me pi ujë kur ti rren? A çka i duhet Zotit? Çka i duhet Allahut me thënë mos pi ujë? S'ka kuptim, nuk ka kuptim. Kuptimi çka është? Kuptimi është që ti të pastrohesh nga dytësia e cila e krijon ujit e ti. Apo, pse njëri rren të ndëruar xhamatli? Pse rren? Se është formuar te ai qelizë gabuar. E mbyte atë qelizë me agjërim. Mbyte atë qelizë, shikoj sot mjekët thonë, agjëroni, keni shëndet. U mitën të thonë, kinezët e shumë prej evropianëve, agjëroni, met në kancerin. Kështu po thonë. E mirë, na nuk agjërojna për me mit kancerin. As për me rujt trupin, ne agjërojmë për me mbyt qelizat, të cilat neve na çojnë drejt xhenemit Zoti xhelel xhelalu. Qelizat pa të cilat nëse nuk pastrohet trupi, nuk mundet me hyrë në xhenet. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, inna Allaha tayyib. Allahu është i mirë. Allahu është i mirë. Wa la yaqbal illa at-tayyib. Allah nuk e pranon post të mirën. Pastrohu, sikur që i pastron dhomët e tua, sikur që i pastron trupin tanë. A del dënjerë pa u pastru jo? A u del pa parfum jo? A del pa u la jo? Andaj pastroj edhe shpirtin tanë prej mëkateve, prej gjunave, prej mendimit të keq, prej mendimeve të këqija për muslimanët, për njerëzit. Pastroju, Zoti është i mirë. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, mendoni mirë për Zotin e juve. Mendoni mirë për Zotin e juve, sepse Allahu te bareke ve teala thotë në hadith, ana inda dhanni abdi bi. Unë jam të robi që shumë menon aj muhe. Që shumë menon në Zotin? Që shumë menon në Zotin? A e menon Zotin se na do? Se na furnizon? Se kujdeset për neve? Se na mbron neve? Se na do neve? Du të me mendu mirë për Zotin ton të bareke ve teala. Për këta që dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i kishte edukuar sahabët e tij në Ramazan dhe jashtë Ramazanit që krejt veprimtarit e tyre ti shërbejnë një qëllimi, pastrimit të nefsit.
qad aflaha man zakkaha. Thot Allahu xhela xhelalu, ka shpëtuar ai i cili e pastron shpirtin e vet. Elusim Zotin e Madh me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu shpirtat tonë ti pastron ya rabbal alamin. Ti pastron nga çdo lloj shirku, nga çdo lloj mohimi, nga çdo lloj hipokrizie, nga çdo lloj mëkati edhe nefsi që është në shpirtat tonë. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu na mëshiron me rahmetin e vet, na mëshiron me afuin e vet, na fal me tolerancën e vet. Na bën Allahu te bareke ve teala që në këto ditë të mëdha dhe në këto net të mëdha emrat tonë shkruhen te banorët e xhenetit ya rabbal alamin. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu se çdo gjuna që e kemi bë me dije dhe pa dije, Allahu na e fal. Çdo gjë që e bëjmë e Allahu nuk e do, Allahu na largon prej asajna. Elusim Zotin e Madh që Allahu na bën prej thtarëve të Kur'anit. Ta lexojmë librin e Allahut, ta mësojmë librin e Allahut, ta mësojmë traditën e profetit ton Muhammed alayhi salatu wassalam. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu na mundson që të jemi adhurues të Zotit një, që Allahu na bën ndjekës të sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, na bën Allahu të respektuar, na bën Allahu me karaktere të mira, na bën Allahu që të mbajmë lidhjet tona farifisnore, ta bën Allahu te bareke ve teala që të jemi shembull për muslimanët dhe shembull për jo muslimanët, që t'i afrohen librit të Allahut, t'i afrohen islamit të Allahut xhel xhelalu dhe ta fitojnë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Ati ku ja kemi qelluar ka qenë prej Zotit. Allahut na shpërblen. E ku kemi gabu ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. Allahu në lusim që Allahut na fal. Edhe një herë faleminderit shumë për dëgjimin, për respektin. Zoti pranof kontributet tona, agjërimet tona, teravitet tona. Allahu na mundsoft me mri natën e Kadrit, duke qenë me vullnet, duke qenë me shëndet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.